Në Pogradec u prezantua një nismë e rëndësishme për ruajtjen e varieteteve të ralla të rushit Serina e bardhë, një pasuri e zonës që rrezikonte të zhdukej. Fermerët e Grabovicës tashmë janë bashkuar në një kooperativ duke krijuar mundësi të reja për prodhimin dhe zhvillimin ekonomik. Ersol Kako, prodhues verët, duket se ky bashkim është i duhur për rritjen e prodhimit dhe ruajtjen e varieteteve autoktone. Qëllimi kryesor është identifikimi i produkteve tipike lokale, që do të thotë në sektorin e vreshtarisë janë disa varietete tipike shqiptare që ndodhen në zonën e Pogradecit, por që një pjesë e tyre kanë risk të humbasin. Dhe projekti ka ndjekur gjithë procesin për identifikimin, për selektimin dhe për shtimin e këtyre varieteteve, që konkretisht janë Serina e bardhë, që është me riskun më të lartë të humbjes, ndërsa varieteti Gems dhe varieteti Muscat Kanel janë dy të tjerët që projekti po i suporton. Ne si fermer jemi bërë bashk, kemi pasur bashkëpunime më përpara, por jo në formë legale të themi, në aspektin që kantina bashkëpunonte me këta fermerët, duke marrë rushin nga këto fermerë, ndërsa tani u bëm të gjithë bashk për të investuar në vreshta të reja dhe për të bërë këtë investim të madh, do të thotë shoqëri të bashkimit bujqësor. Në ceremoninë e zhvilluar në Grabovic, u dorëzuan edhe makineri moderne bujqësore për inkubatorin e Pogradecit, duke krijuar kushte më të mira pune, rritje të prodhimit dhe mbështetje konkrete për fermerët e zonës. Kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli, vlerësoi bashkimin e fermerëve si një hap që sjell përfitime reale. Në fund e kuptuat që duke qenë bashk, ne mund të bëjmë edhe mund të fitojmë projekte shumë të mira nga Bashkimi Evropian apo edhe nga qeveria. Ju si dallëndyshe parë do sillni me vete edhe të tjera bashkëpunime apo të tjera kooperativa të vogla në fshatrat të tjera të Pogradecit, sepse ne i kemi mundësi për të prodhuar edhe për të kontribuar në zhvillimin e ekonomisë të gjithë zonës. Pablo Vivani, përfaqësues i palës italiane, theksoi potencialin e produkteve tradicionale shqiptare në tregun evropian. Produkti tradicional luan një rol të rëndësishëm në promovimin e aktiviteteve të fermës shqiptare. Ne kemi identifikuar produktin që lidhet ngushtë me zonat e tyre dhe ato kanë vend të sigurt në tregun kombëtar. Kur arrin vlerë të veçantë ose sasi të mjaftueshme, hapet mundësia e tregut ndërkombëtar. Me ecjen që po bën Shqipëria drejt Bashkimit Evropian, tregu evropian është një mundësi e shkëlqyer për këto produkte. Nëpërmjet kësaj nicme, fermerët e Pogradecit do të punojnë të bashkuar për të përfituar teknologji, trajnime dhe standarde të reja prodhimi, duke forcuar vlerën e produkteve vendase dhe identitetin e tyre rural.